Një video u bë virale dhe hyri në historinë e funeralit Papa Franceskut pasi në të shihet presidenti amerikan Donald Trump dhe ai i Ukrainës Volodymyr Zelensky duke folur ballë për ballë ulur në qemerët e bazilikës së Shën Pjetrit. I gjithë takimi ndodhi pak metra nga arkivoli i Papa Franceskut, i cili ka ofruar vazhdimisht ndërmjetësimin për të ndihmuar në arritjen e paqes mes Rusisë dhe Ukrainës. Në videon e publikuar nga zyrat e presidencës ukrainase shohim se ndërsa Trump e Zelensky i afrohen vendit të takimit të tyre pak para fillimit funeralit Franceskut, të dyve u bashkohet edhe Macron. Macron i shtrëngon dorën Zelenskit dhe më pas përshëndet Trumpin. Në të majt mund të shihni se janë duke u ngritur tre karrige. Në imazhe, fotografia ndryshon dhe lëviz pak djathtas duke u fokusuar te tre protagonistët, të cilët fillojnë një diskutim të shkurtër. Pak çaste para se të pritet video, shfaqet nga e majta një bashkëbiseduesi katërt i nivelit lart, kryeministri britanik Keir Starmer. Në atë moment, video ndalon dhe rifillon të tregojë Trumpin duke folur me Zelenskyn. Në atë pikë ka vetëm dy karrige, e treta, siç shihet në një nga fotot e publikuara nga burimet ukrainase, u zhvendos pak larg pranë një prej kolonave të bazilikës. Për momentin nuk dihet se për kë ishin të destinuara tre karriget fillimisht në sken, Trump, Zelensky dhe Macron, apo Trump, Zelensky dhe një përkthyes. As pse, nëse hipoteza ishte ajo e një takimi me më shumë protagonist, nuk ishte një karrige të katërt të mundshme për Starmer. As pse në fundit kishin mbetur vetëm dy karrige. Ai tha dikush prelatit se Trump dhe Zelensky nuk do të kishin nevojë për një përkthyes. Ai tha dikush Macronit se samiti i cili zgjati rreth 15 minuta do të ishte vetëm midis dy personave dhe jo midis treve. Apo Macron u largua duke kuptuar se Trump dhe Zelensky duhej të flisnin drejt për drejt, duke e bërë të padobishme karrigen që ishte përgatitur në rast të një trepalshi. Në çdo rast, Zelensky më pas u takua individualisht në fund funeralit Papa Franceskut me Emmanuel Macron dhe Keir Starmer. Elize postoi një imazh të Macron, Starmer, Zelensky dhe Trumpit me mbishkrimin Pour le paix, për paqen. Dhe gjatë një dite diplomatike shumë intensive ai zhvilloi një bisedë gjatë pothuajse një orë me kryeministren italiane Giorgia Meloni.